Selamu alaikum. Nga një ëndër në realitet, deri dje e ndëronim ta kemi një vend për xhamin në Osenbruk. Sot vendi është jo vetëm kaq, po xhamia ka filluar. Një xhami e bukur edhe bukuroshe. Një xhami me 4 minare. Allahu Ekber, Zoti është më i madh. Dikur mendojshim se do të ishte shumë e vështirë, por kush e don hajrin, Zoti do t'ia mundsoj dhe Zoti do t'ia lehtësoj, thoshte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vëllezër dhe motra, xhamia tashmë ka nisur. Nëse e vutre, unë po hecja dhe po leja gjurmë në borë, ndërkohë që ishte një rrugë anash e shtruar. Ne duhet shtrojmë rrugën dhe duhet ja bëjmë gati Muhamedit. Muhammed, come here. Selamu alaikum. Si je? Mirë? Mashallah. Neve duhet ta bëjmë gati rrugën për Muhamedin, për shokët e Muhamedit e të gjithë fëmijët dhe brezat që do të rriten në këto vende. Përndryshe, ne do të jemi mbartës të mëkatit. Ose që mos jemi mbartës të mëkatit, atëherë le të kontribuojmë së bashku, le të jemi së bashku në mënyrë që të lëmë gjurmë të hajrit dhe të mira. Zoti thot në Kur'an, në surën Yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne shkruajmë veprat tuaja dhe gjurmët që ju leni mas vdekjes, e çdo gjë është regjistruar në një regjistër të qartë, të pastër. O burrat, kontribuojmë së bashku për gjurmët që do të lëm pas ikjes tonë nga kjo botë, e ku ka gjë më të mirë se sa kontributi për një shtëpi të Zotit në tokë, e ku në mes të Gjermanisë, në Osenbruk, që të rriten brezat duke adhuruar Allahun, duke besuar Allahun, duke qenë të edukuar, duke qenë të sjellshëm, duke i shërbyer vetes dhe duke i shërbyer shoqërisë. Kontributi juaj është për veten tuaj se kjo shtëpi e Zotit do të ndërtohet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.